Përshëndetje Kuçova. Një falënderim për të gjithë ju që pavarësisht motit kaq të nxehtë, jeni mbledhur kaq shumë si asnjëherë tjetër ky shesh. Nuk ka qenë asnjëherë më plot dhe më i bukur se sa sot. Unë në fakt kisha menduar të thosha disa gjëra edhe për Kuçovën, po kryeministër, ju i keni bërë një nder kaq të madh Kuçovës këtë herë sa keni vendosur 2 kandidat. Asnjëherë nuk është vlerësuar Kuçova me 2 kandidat, djemë të Kuçovës, të 2 shumë djemë të mirë që do t'i bënin nder jo vetëm socialistëve, por gjithë kuçovarëve. Kështu që në këto zgjedhje, ashtu sikur se ky shesh këtu që është i mbushur plot, në datë 11 maj, kuçovarët shumë herë më tepër se sa kaq do të votojnë numrin 5 Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Tani, unë thash që kemi 2 kandidat, por në fakt, përpara se ta mbyll, dhe dua në fakt edhe me një brohoritje shumë të madhe, unë do të ftoj një kuçovar tjetër. Drejtuesin politik Ervin Demo. Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit që sot ne jemi mbledhur kaq shumë Kuçovë, patjetër për të mirëpritur kryetarin e Partisë Socialiste Edi Ramën, dhe unë dua një duartrokitje shumë të fortë, po të fortë. Tani unë jam i bindur që edhe atë që tha Kreshniku pak më parë, që në fakt është krijuar një energji shumë e mirë edhe në Kuçovë, edhe me ata të cilët përfaqësojnë Partinë Socialiste në datën 11 maj, 2 djemtë e Kuçovës, por mbi të gjitha energjia që tashmë ne kemi në këtë fushat, dhe mbi të gjitha mbështetja e jashtëzakonshme që ne kemi nga të gjithë socialistët e bashkisë mbase më të majtë në qark. Dhe unë jam i bindur që 11 maj do të tregoj shumë qartë edhe në Kuçovë, që në fakt tu zemrat socialiste rajnë shumë fort. Prandaj ne jemi kaq shumë sot apo jo? Unë jam i bindur që transformimet e jashtëzakonshme që kanë ndodhur në qarkun e Beratit, patjetër shumë shpejt, do të prekin edhe më shumë Kuçovën. Prandaj 11 maj nuk është një destinacion përfundimtar, por në fakt është fillimi një rrugtimi të ri për të zhvilluar qarkun e Beratit dhe për të qartësuar lartësi si asnjëherë më parë. Prandaj, në 11 maj, të gjithë siç jemi këtu sot, por dhe shumë e shumë më tepër në të gjithë qarkun, ne do të shkojmë më të vendosur se kur për të filluar një rrugtim
duke mbështetur fuqishëm numrin 5 dhe duke sjell një fitore të jashtëzakonshme për Partinë Socialiste në qarkun e Beratit. Fitore! Tani fjalën e ka kryetari i Partisë Socialiste, zoti Edi Rama. Mirëdita, mirëmbrëma të gjithëve. Shumë faleminderit, është vërtet kënaqësi që vi këtu edhe ju shoh kaq të shumt edhe po ashtu kaq pozitiv për atë që na pret. Dua ta rimarr dhe unë aty ku e la Kreshniku, duke e nënvizuar dhe unë faktin që në këtë rrugtim drejt 11 majit, së bashku me Ervinin e përpjekur që të bëjmë një skuadër sa më përfaqësuese të qarkut Beratit, dhe padyshim që më vjen edhe mua shumë mirë, jo vetëm Kreshnikut, që për Kuçovën kemi 2 djemë të shkëlqyer, por pa pretenduar që t'i jap Ervinit certifikatën e gjendje civile në Kuçov, ju them që e kemi diskutuar edhe ai e di shumë mirë, madje me shumë përgjegjësi edhe me shumë kënaqësi e ka marrë përsipër që të jetë drejt për drejt edhe përfaqësuesi juaj në Kuvendin e Shqipërisë, në kuptimin që të qëndroj më pranë se çka qëndruar gjatë kohës që ka qenë në krye të Bashkisë Beratit, ku i ka tërhequr krava vetëm nga Berati. Unë dua t'ju them disa gjëra, por në radhë parë dua ta nis nga Kuçova. Kuçova e ka mbështetur historikisht pa rezervë Partinë Socialiste dhe për hir të vërtetës më vjen mirë që nuk e kemi marrë mbështetjen tuaj si diçka që e kemi në xhep, po përkundrazi kemi bërë jo aq sa do të donim, por pa diskutim aq sa kemi mundur që ky komunitet i mrekullueshëm ta ndjej vëmendjen, ta ndjej mbështetjen, ta ndjej edhe ndryshimin që ka prekur të gjithë Shqipërinë. Dhe sot, edhe këtu ku jemi, të gjithë bashku, jemi në një hapësirë publike vërtet shumë të bukur. Ka qenë një dëshirë, ka qenë një kërkesë e komunitetit tuaj për ta krijuar këtë hapësirë publike në rrënojat që ishin këtu deri ca kohë më parë. Dhe ju siguroj pa as më të vogël dyshim se ne do vazhdojmë ta mbështesim këtë komunitet të mrekullueshëm, do vazhdojmë ta mbështesim Bashkinë e Kuçovës me gjithçka që do të mundemi dhe do vazhdojmë të mbështesim qarkun e Beratit në tërësi, sepse tani më qarku i Beratit ka hyrë në një dinamik të re dhe ka nevojë për mbështetje, por nga ana tjetër, si e gjithë Shqipëria, edhe qarku i Beratit, edhe ky komunitet, edhe çdo familje ka nevojë nga mandati unikatër për diçka ende më të madhe. Dhe ajo diçkaja ende më e madhe është përmbushja e një misioni historik për popullin shqiptar, për Shqipërinë. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dua t'ju jap vetëm 2 shifra për të kuptuar në aspektin financiar, edhe pse në këndvështrimin tim nuk është aspekti më i rëndësishëm
i këtij kapërcimi historik për Shqipërinë, por gjithsesi dua t'ju jap dy shifra. Në rrugtimin e këtyre 3 mandateve, ne kemi pas mbështetje nga Bashkimi Evropian, pa diskutim. Dhe ka qenë një mbështetje që ka ardhur në rritje. Por nëse ju a them si shifër, ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 1 miliard euro. Diçka më shumë se 1 miliard euro, nga të cilat 90% janë kredi. Kredit buta, por sidoqoftë janë borxhe. Ndërkohë që me antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të marrë të njëjtën shumë paka shumë, 1 miliard e diçka më shumë euro çdo vit. Dhe ndryshimi tjetër do të jetë që nuk do të jenë 90% kredi, por do të jenë 90% kontribut i asaj shtëpijet përbashkët për Shqipërinë. Dhe shifra tjetër që dua t'ju jap lidhet me bujqësinë. Ne kemi ecur më shumë se asnjëherë tjetër, qysh se ndryshuam sistemin në sektorin e bujqësisë në këto vite. E tregojnë këtë të gjitha shifrat dhe të gjitha faktet e sektorit. Dhe edhe në këtë progres, Bashkimi Evropian ka pasur kontributin e vet. Kemi marrë shumë më pak në të vërtetë se sa 200 milion euro mbështetje, por sidoqoftë duke pas parasysh nevojat e bujqësisë, duke pas parasysh dhe mundësitë tona, ka qenë një shumë e konsiderueshme. Ndërkohë që me antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të marrë për bujqësinë vetëm, për fshatin, 300 milion euro në vit. Dhe e gjitha mbështetje e drejt për drejt dhe jo kredi. Unë besoj që këto 2 të dhëna mjaftojnë për të kuptuar se me hyrjen në atë shtëpi, ne si vend, si antar të rinj të Bashkimit Evropian, me njëherë bëhemi me një buxhet ekstra. Përveç buxhetit që krijojmë nga të ardhurat si rezultat i rritjes ekonomike brenda vendit, ne do të kemi çdo vit dhe një buxhet ekstra, që është buxheti që Bashkimi Evropian jep për të gjitha vendet që hynë në kategorinë e përfituesve, sepse ajo është një shtëpi e pasurish. Dhe aty janë 2 kategori. Janë kontribusit, që janë shtetet e mëdha, shtetet e fuqishme, shtetet e zhvilluara, më shumë se sa të gjithë tjerët, Gjermania, Holanda, Franca, e kështu me radhë, dhe janë shtetet e tjera, siç do të jetë Shqipëria, që janë përfituesit. Kjo do të thotë që ajo shtëpi funksionon tamam si një familje ku për ata që janë më të vegjël, për ata që janë më të dobët, që ka nevojë të rriten, që ka nevojë të forcohen, familja kontribon në mënyrë të drejtë për drejtë. E pra, për të kuptuar se sa e rëndësishme është zgjedhja që do bëjmë në 11 maj, duhet kuptuar edhe një diçka tjetër. Ajo shtëpi nuk e ka derën të hapur ore çast. Thash, ajo është një shtëpi e pasurish. Janë 27 vende dhe dera nuk hapet pavarësisht sa mund të trokasësh ti, duke thënë duhet hy. Dhe ajo derë hapet vetëm kur të 27 ata që janë brenda bien dakord që të hapin derën, dhe ata bien dakord kur kanë interes të hapin derën. Qysh nga dita e parë, kur ne kemi hyrë në këtë rrugë të kalimit nga diktatura në demokraci dhe nga izolimi në Europë, ne kemi dashur të hymë në atë derë. Por, është hera e parë, qysh nga dita e parë, që edhe Bashkimi Evropian do që ne të kapërcejmë pragun asaj dere dhe ka hapur derën për ne. Ama duhet pasur parasysh që ajo derë si që hapet dhe mbyllet. Ajo derë është hapur, kanë hyrë antarë të rinj,
është mbyllur, për vitet tëra është hapur prap, ka hyrë dikush tjetër, është mbyllur, dhe ne na është dhënë mundësia që të ulemi në tavolinë, të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian dhe të mbyllim negociatat brenda vitit 2027. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë për asnjë shtet tjetër nga vendet ish komuniste. Askujt negociatat nuk i kanë zgjatur 3 vjet. Ne kemi filluar vjet, kemi edhe 2 vjet tjera punë shumë intensive për të mbyllur, por për të tjerët kanë zgjatur shumë më tepër. Dhe kjo vjen si rezultat i faktit që ne kemi bërë çmos që kur derat hapet ne jemi gati, por dhe i faktit që Bashkimi Evropian sot ka interes që të rrisë numrin e antarëve të vet dhe Shqipëria gjendet sipas tyre, jo sipas meje, më e përgatitura për të hyrë në atë shtëpi. Keni parasysh që kur ne e morëm detyrën, Shqipëria ishte në fund fare. Ishte kur i thonë vrima e fundit e kavallit. Kur në fillimet e kësaj rruge, kur unë takoja udhëheqësit e Bashkimit Evropian, ndjesha tamam si kur takon dikë që gati sa sta thot maro tani se kam punë tjetër. Shqipërinë nuk e besonin, Shqipërinë nuk e respektonin, Shqipërinë nuk e vlerësonin. Sot Shqipërinë e besojnë, e respektojnë dhe e vlerësojnë. Tani, pse unë them që 11 maj është një takim me historinë për popullin shqiptar. Dhe pse unë them që ky është momenti kur shqiptarët duhet të bëhen bashkë që t'i japin një shtys shumë të fortë negociatave dhe që të hyjmë Bashkimin Evropian pa lënë që derat na mbyllet dhe të mbetemi jashtë për vite të tëra. Pse? Sepse negociatat nuk janë as pak një punë e lehtë. Ne kemi 1000 njerëz nga ana jonë që punojnë çdo ditë për negociatat. 1000 njerëz që janë të ndarë në shumë grupe që mbulojnë çdo sektor. Ekonominë, drejtësinë, arsimin, shëndetësinë, gjithçka, mjedisin, ajrin, ujrat, peshqit, zogjt, të tëra. Nga ana e tyre, 1000 të tjerë në Bruksel, edhe ata të ndarë, ulën në tavolinë dhe janë mbi qerek milion faqe me rregulla, me standarde, me kritere, me masa, me ligje, për cilat ne duhet bijem dakord. Dhe mbasi bijem dakord, atje duhet vim këtu, në Tiranë, edhe duhet t'i vullosim këtu si rregulla, si vendime, si masa, si kritere, si ligje. Tani e parafityroni ju që ne negociojmë në Bruksel. Bijem dakord atje, vim këtu, shkojmë në kuvend, edhe duhet t'i shkojmë basavazit disa të tjerëve. Atyre që do të nxjerrë këneta në breg, apo atyre që shfaqen nëpër Shqipëri si parti të reja, që të re kanë vetëm moshën e kryetarëve të tyre. Parti të reja që në listat e mbyllura kanë xhaxhallar, kanë teze, kanë halla, kanë krushqira, edhe thoni kemi vënë aty se s'kemi besim ne te njëri tjetri. Parti të reja që thonë nëse ne do të na vi në dorë kjo punë, ne do shkojmë në zgjedhje parakoshme, nuk do lejojmë që Shqipëria të ketë qeveri. E kuptoni ju? Do me thënë, nga një anë ne duhet të fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke dëshmuar këtu vendosmëri, shpejtësi, unitet. Nga ana tjetër, çfarë do bëjmë? Do i themi atyre, shikoni se kemi me kënetën disa probleme? Çfarë kënete do thonë ata? Po çfarë do bëjmë? Kemi një kënet me një specie të veçantë,
dhe kemi dhe ca tjerë që duan zgjedhjet parakoshme, kjo gjë do të bëj vetëm një gjë. Do të mbyllet dera. Edhe pastaj, kush e di sa vite mund të presim. Prandaj, po ja u them shumë drejt për drejt ju dhe gjithë atyre që na ndjekin. Këto zgjedhje dhe ky mandat nuk është për mua personalisht, nuk është për karrierën time, nuk është për shumicën tonë të thjeshtë. Është për shumë më tepër se sa kaq. Dhe arsyeja pse unë ju them që duhet një mandat i 4 për Partinë Socialiste është sepse këtu bëhet fjalë për të përmbushur një mision historik, një mision i cili e ka zanafillën e vet tek profecia e heroit ton kombëtar, Skënderbeut, i cili është profeti i historisë sonë dhe i cili duke vënë barikadën për të mbrojtur perëndimin nga lindja e përcaktoi edhe fatin ton, si fat të lidhur me perëndimin dhe jo me lindjen. Dhe pastaj, shekull pas shekulli, profecia vajti në duart dhe në mendjet e rindasve. Ata na e lanë me shkrim, për ne shqiptarët dielli lind andej nga perëndon. Dhe pastaj kaluan të tjera kohra, shumë të vështira, derisa ne gjendemi sot këtu. Një hap larg realizimit të një ëndre e cila lidhet me diçka të drejt për drejt, konkrete, shumë të thjeshtë. Me dignitetin. Me dignitetin e barabartë si europian që jemi ndër popujt më të vjetër këtu në mes të Europës dhe që në jetë të jetëve fati, rruga jonë, komplikimet e historisë sonë, mendjet e mbrapshta brenda nesh na kanë bërë që të mbetemi si popull i dorës dytë, i parë nga lart poshtë nga të tjerët, ndërkohë që me hyrjen në Bashkimin Evropian ne bëhemi përfundimisht një popull i barabartë evropian me popujt e tjerë evropian, jo vetëm me zakon, po edhe me ligj. Dhe ju dëgjoni ata që thonë, po mirë, ç'është kjo histori, 3 mandate nuk mjaftuan për të na futur në Bashkimin Evropian, tani ka dalë Edi Rama nëpër Shqipëri, thotë duhet dhe një mandat tjetër. Pse nuk mjaftuan 3 mandate, e pse do mjafton një mandat tjetër? Po, këtë e thonë ata që ose nuk e din, ose nuk duan ta mësojnë se si funksionon ajo shtëpi, shtëpia e Bashkimit Evropian. Dhe ka një shpjegim shumë të thjeshtë. Nëse kjo do të ishte një çështje e imja dhe e jona, dhe nëse kjo do të lidhej me ndonjë mungesë aftësie nga ana jonë për të hyrë në Bashkimin Evropian, atëherë duhet i gjejmë një përgjigje pyetjes, po si ka mundësi që Mali i Zi, që i ka hapur negociatat YH, përpara se sa ne të merrim detyrën në 2012, nuk është akoma antar i Bashkimit Evropian. Po si ka mundësi që Serbia, e cila i ka hapur negociatat në 2014, kur ne nuk ishim ende kandidat, nuk është akoma në Bashkimin Evropian. Po si ka mundësi që Maqedonia e Veriut që ndroi dhe emër dhe u bë kandidate në 2005, këtu ka plot vajza dhe djem që nuk kishin lindur në 2005, nuk ka hapur akoma negociatat. Përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse ajo shtëpi e hap derën jo vetëm kur do ti apo kur je ti gati, po kur dhe ata që janë brenda 27 aty janë gati që të fusin brenda. Dhe sot ne që e kemi nisur nga fundi dhe kur e kemi nisur ne, Mali i Zi nuk duke, ishte shumë përpara, Serbia po ashtu, e kemi lënë mbrapa Serbin dhe jemi në pragun e derës, krah për krah me Malin e Zi. Tani, nëse prindrit e sotëm që kanë një vot në 11 maj, marrin parasysh diçka që
që thuhet në një shprehje të mençur që kush voton, voton dhe për ata që nuk kanë mbushur ende moshën për të votuar. Dhe marrin parasysh se çfarë i duhet nga vota e tyre, fëmijëve të tyre, atëherë nuk do të kenë më asnjë dyshim se çfarë mund të bëjnë ata sot për fëmijët me votën e tyre. Më e mira që mund të bëjnë është që ta investojnë atë votë që fëmijët e tyre të marrin pasaportën europiane të Shqipërisë. Dhe që fëmijët e tyre, duke marrë atë pasaportë, nuk marrin një dokument udhëtimi tjetër si ai që kemi, që kur hym në Europë na ndalojnë, edhe na vënë anash, e fillojnë na bëjnë pyetje ku po vete, sa lekë ke me vete, a do rish në hotel, ku i ke rezervimin, sa do rish, kur do ikësh. Por një dokument që është një status i ri qytetarie europiane. Dhe që do t'i bëjë shqiptarët, që të gjithë që për herë të parë në historinë tonë të mos jenë më të huaj në Europë, por të jenë europian të barabartë me të gjithë europianët e tjerë. Ka disa që thonë, po ç'na duhet ne pasaporta europiane, ne jemi në Europë. Flasin nga jashtë kufive. Nuk e kuptojnë që jo, kjo nuk është e vërtetë. E para se kjo mund të vlejë vetëm për ata që kanë marrë pasaportën jashtë kufive, por që përsëri kanë qenë detyruar të marrin pasaportën e një shteti tjetër, të marrin një shtetësi të huaj. Ndërkohë që pasaporta europiane e Shqipërisë bën që në çdo vend të Europës ti jesh i barabartë me çdo kënd që ka pasaportën atij vendi. Dhe konkretisht ju e dini shumë mirë që se jam i bindur që keni familjar, keni miq, keni të afërm fshinj në Greqi, për shembull. Në Greqi sot, ata që morën rrugët në fillim janë në ankthjen e pensionit. Dhe duan me çdo kusht dhe me shumë të drejtë që tërë vitet e punës, e sakrificave, e mundit të kaluara në emigracion të njihen edhe të mund të marrin pensionin. Për të bërë këtë njohje të pensionit duhet që qeveria jonë të merret vesh me qeverinë greke, siç u morën vesh me qeverinë italiane më në fund, dhe që mori aq shumë vite. Aq shumë vite. Dhe ne kemi filluar të negociojmë me qeverinë greke. Është një marrëveshje shumë e vështirë sepse shqiptarët janë shumë. Atje, Greqia nuk është Italia, nuk i ka kapacitet Italisë dhe fatura financiare nuk është e vogël. Por, ka një rrugë tjetër që mund të jetë shumë më shpejt. Rruga është që shqiptarët të marrin pasaportën europiane të Shqipërisë. Në momentin që ti zotron atë pasaport që shkruan Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë, ty të njihet automatikisht çdo vit pune që ke bërë në Europë, pavarësisht se je në Greqi, në Itali, në Finland apo në Portugali. Dhe jo vetëm të njihet çdo vit pune, por ti je në gjendje që të bësh menjëherë njohjen e pensionit në vendin tënd dhe anasjeltas. Pra, çdo gjë funksionon automatikisht. Dhe me atë pasaport, shkurt fjala, shqiptarëve të Greqisë ju marrin fund të gjitha llojet e radhave të pritjeve për lloj-lloj dokumentash, lloj-lloj letrash, jo qëndrimi, jo puna, jo pensioni, sepse janë qytetar europian në truallin e Europës dhe nuk ka rëndësi se është Greqi, se është Shqipëri, se është Spanjë, se është Itali. Pra, e thënë ndryshe, siç niseni ju nga Kuçova dhe shkonin në Berat, apo nga Berati në Tiranë, apo nga Tirana në Shkodër, dhe askush as ju ndalon t'ju thot ku po shkon,
askush nuk ju ndalon të qëndroni sa të doni, askush nuk ju ndalon të kërkoni punë. Kështu ndodh kur ke pasaportën evropiane. E njëjta gjë që do thot me antarësimin në Bashkimin Evropian, ne kemi një Shqipëri të re, një Shqipëri të madhe sa BE-ja dhe një BE të vogël sa Shqipëria. Dhe pa dashur t'ju lodh më shumë, duhet ju them dhe një arsye tjetër, shumë të rëndësishme, pse na duhet antarësimi në Bashkimin Evropian. Ju e dini shumë mirë që një nga argumentat, ose jo argumentat, po një nga pretendimet e kënetës edhe të moçalishteve rrotullsaj, është se ne nuk e meritojmë konsideratën e një mandatit 4, sepse pas kemi gjysmën e qeverisë në burg. E para njerë që kjo nuk është e vërtet, por dhe sikur të ishte e vërtet, nuk po i hy diskutimit dhe ashtë është e vërtet. Është e vërtet, plotësisht, që qysh se ne i hymë detit në këmbë për të bërë reformën drejtësi, shqiptarët po shohin diçka që nuk e kam parë që nga viti 1912. Që kur u krijua shteti shqiptar, pati një princ që e solli nga jashtë, pastaj pati një tentativë për të bërë një republikë, pastaj u bë një mbretëri, pastaj u bë diktaturë komuniste, pastaj i filloi një tranzicion demokratik. Në të gjitha këto kalime, shqiptarët nuk pan kurrë një njeri të lidhur me pushtetin, që të shkonte para një prokurori të pavarur të jepte llogari dhe të dilte para një gjykatësi të pavarur dhe të merrte një dënim. Kurrë. Sepse që nga 1912 dhe deri pak vite më parë, kur reforma në drejtësi filloi të jap frutet e veta, drejtësia në Shqipëri ka qenë e çarmatosur dhe shpata e ndëshkimit drejtësisë ka qenë në zyrën e të parit të qeverisë. Për herë të parë, një forcë politike me një kurajo shumë të madhe, çarmatosi veten, dorëzoi shpatën dhe tërhoqi duart nga sistemi i drejtësisë, duke faktikisht e kthyer barazin para ligjit nga një slogan në një fakt. Dhe ju kujtohet kur unë në një fushat tjetër ju thosha, ma jepni timonin vetëm, mos më lini të tjerë në prerë, sepse ndryshe nuk e bëjmë dot reformën drejtësi. Ishte koha kur na ishin mbledhur të tërë poshtë te kryeministria në çadër për të mos lënë drejtësinë që të merrte pushtetin e vet dhe për të mos lejuar që pushteti politik të zhvishej nga pushteti i drejtësisë. Koha tregoi që timoni ja vleti, sepse koha tregoi që kur unë thosha atëherë na duhet një drejtësi që të shofi drejt dhe të godasi majtas djathtas, do me thënë nuk bëja propagandë. Sepse sot kemi një drejtësi për herë të parë në historinë tonë që pavarësisht të gjitha çfarë ne mund të diskutojmë, po godet majtas dhe djathtas. Tani, kjo është një përpjekje e parë. Barazia para ligjit nuk është diçka e lehtë, se po t'ishte e lehtë do kishim bërë tjerët përpara. Por barazia para ligjit është themelore për të ulur në tryezën e Bashkimit Evropian, është themelore për ta quar Shqipërinë si zonjë në sallonin e Europës. Dhe kur dëgjon bufin e kënetës që thot në 12 maj unë do shkri Spakun, apo kur sheca të tjerë që bëjnë sikur e duan votën që të mbrojnë Spakun nga ne, që ky është fundi botës, kupton që këta lloj politikanësh akoma nuk duan ta pranojnë që drejtësia është në punën e saj. Dhe
rreziku që drejtësia të kthehet mbrapsh është real. Sot për sot, SPAK-u, institucionet e drejtësisë, barazia paraligjit ka garant Partinë Socialiste. Dhe mua në kryet saj, falë mbështetjes tuaj. Por nesër, mbas disa vitesh, mund të dali dikush tjetër, e të thotë jo, prit, se nuk është ide e mirë ajo, ta kthejmë dhe njerë si që ishte. Dhe ta groposi Shqipërinë për kush e di sa vite tjera. Që kjo të mos ndodh, motra dhe vlezër, ka vetëm një rrugë. Shqipëria në Bashkimin Evropian. Vetëm duke hyrë në atë shtëpi, vendi ynë i përbashkët, nuk del dot më dikush këtu që të bëj interesantin edhe që të kthej mbrapa atë që ne po arrim së bashku duke bërë histori, një drejtësi të pavarur nga pushteti politik. Unë dua që me shumë besim, me shumë bindje, me shumë vendosmëri, të gjithë ju që jeni këtu, se ju që keni ardhur këtu, ju e keni ndarë mendjen se çdo bëni në 11 maj apo jo, se besoj se këtu ka ardhur njëri që por ama të gjithë ju që jeni këtu duhet kuptoni dy gjëra. E para, nuk na mjafton një fitore aritmetike e Partisë Socialiste. Nuk na mjafton. Na duhet një fitore e madhe popullore dhe politike. Dhe prandaj nuk duhet lënë askush nga mbështetësit, nga simpatizantët tanë që të mendoj se ne kemi të fituar, edhe më mirë të shkoj në plazh në 11 maj, ose më mirë të shkoj te Vjera. Të marri edhe Vjerën, edhe të votoj një herë, pastaj të kthehen te shtëpia Vjerës e të haj ushqimet e mira që bëjnë Vjerat. E para, e dyta, miqtë e mi, është shumë e rëndësishme që edhe këtu, që ku është një bastion i socialistëve, ju të gjeni rrugën edhe të komunikoni me ata qytetar, prindër, bashk, fshatar, që nuk na votojnë ne historikisht, edhe që ju ka mbetur zëmrat e Partia Demokratike. Dhe t'ju thoni që 11 maj është shumë i ngjashëm me 22 marsin e 92-shit, kur shqiptarët shumë më tepër se ata që ishin me PD-n, vajtën votuan PD-n. Pse? Sepse ai ishte një moment takimi me historinë. Nuk ishte thjesht të zgjedhë një parti apo një parti tjetër, por ishte një moment ku shqiptarët duhet ta ndanin përfundimisht, e shkuara është e shkuar, e ardhmja është tani e sotmja jon. Dhe pak muaj më vonë, kur u bën zgjedhje lokale, një shumicë dërmuese votoi kundër Partisë Demokratike. Po ishin zgjedhje për çështje të komunave. Ndërkohë që zgjedhja 12 marsit ishte zgjedhje për çështje të vendodhjes strategjike të vendit tonë në Europë. Dhe pikë. Kështu është dhe 11 maj. Nuk duhet ta humbim shansin e derës hapur, nuk duhet ta djegim afatin e 2027-s për të mbyllur negociatat. Dhe treta e kam me gratë dhe vajzat, e dini ju, e kam me gratë dhe vajzat që janë pjesa më mbështetëse e Partisë Socialiste. 56% e grave dhe vajzat mbështesin Partinë Socialiste në shkallë vendi, dhe këtu në Kuçov mbështetja është 65% e grave dhe vajzave. Shumë më tepër se burrat. A kuptoni ju burra apo s'ka? Shumë më tepër se burrat. Shumë më tepër se burrat, a kuptoni? Ha? Po. Megjithatë dhe burrat këtu janë më shumë ata që na mbështesin se ata që s'na mbështesin. Patjetër. Por ama
por ama nuk mjafton. Kështu që gratë, duhet flasin me gratë, duhet ta pleqërojnë mirë këtë punë, me gratë demokrate dhe që kërkojnë grave demokrate që të afrohen më shumë tek pesa dhe nga ana tjetër ata burra që janë mërzitur se kam thënë unë politikisht, u flas politikisht, nuk merrem me njerëzit personalisht, secili ka jetën e vet dhe është i nderuar në punën e vet, por që kam thënë unë që gjysma janë çyryk që shkojnë edhe votojnë, hedhin votën në kënet, e kanë mundësinë në 11 maj që tregojnë që nuk janë. Duke mos shkuar ta hedhin votën në kënet, por ta hedhin votën për Shqipërinë me BE në Europë. Është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë se po qeshni me Ervinin para se të vinim këtu, po më tregonte një video të njërit është një personazh, unë i them Ludoviku, keni mbani mend ka qenë një film me një spiun, një Ludovik. Ha? Kujtohet me xhaketë me kuadrata? E kështu i them unë atij Alizotit. Ha. Edhe shikoj unë Ludovikun që bërtiste do t'ju ham të gjallë. Ua. Ludoviku, do t'ju ham të gjallë. Do me thënë, se më vjen lloj mendime çuditshme. Do t'ju ham të gjallë. Tani qa është ky? Ky qa quhet ky? Qa quhet ky? Çyryk. Qa? Patjetër. Qa t'i bëjmë? Si mund ta qush normal? Do t'ju ham të gjallë. Vërtet. Ishte një tjetër thoshte nën këtë qeverit poshtër ka ikur 1 milion lek. Donte të thoshte 1 milion njerëz. Ka ikur 1 milion lek. Do me thënë, ata thonë jemi njisha. Ata në fakt janë njisha. Është absolutisht e vërtet. Po janë njisha në atë sensin që po diskutojmë këtu. Njëri më jashloje se tjetri. Njëri më i lodhur se tjetri. Njëri më i mbaruar se tjetri. Qohen që në pikë sabaut, pin ujë kënete edhe fillojnë hedhin spërkala nga të 4 anët deri natën kur hapni televizorët ju dhe i shikoni shtrirë atje, dalin sondazhet, tërë sondazhet thonë fiton Partia Socialiste, këta thonë e po populli është i smur. Sondazhet thonë shumica mendon që vendi po shkon drejtimin e dur, këta thonë e po populli është i çmendur. Shumica thot që në 2 vitet e ardhshme ekonomia do vazhdojë të përmirësohet, këta thonë populli është i shitur. Tani qa janë këta? Qa janë këta? Apo qa janë? Po qa të them unë tani? Por askush prej tyre, jo këtyre njishave që dalin në për televizor, se ata janë të pashërushëm, po askush nga të tjerët nuk duhet ta marrë këtë personale. Kjo është politike. Kush e merr personale, duhet të na tregojë që nuk është i tillë dhe të vi bashkë me ne të votojë pesën. Shumë e thjeshtë. U mërzitëm dhe për një gjë tjetër, se thash unë që vajzat socialiste dhe progresiste, patjetër që janë në lirinë e tyre që të kenë simpatira dhe për djem demokrat. Nuk diskutohet. Po unë thash, 11 maj është një test shumë i mirë që të provoni që a janë mirë ata çunat? A janë të kthjellët? A i shohin drejt të ardhmen? Edhe du t'i thoni shumë thjesht. Më do t'i mua? Po. Do vish me mua në 11 maj të shkojmë të investojmë votën për BE-n? Jo, nuk visë dhe shkoj ta edhe gënet. Po mirë hik pra, miru pafshim. Si? Me një që edhe votën në kënet, mund të vazhdosh të pranosh, të shikohesh me ëmbëlsi? Mund të shikohesh në rrugë, mirëmëngjes, mirëmbrëma, por të
Të gjitha këto, ka që kam thënë, nuk kam thënë në gjë më shumë. Këta i marrin me të madhe, por në 11 maj, këta do marrin një mësimin më të madh që kanë marrë në të gjitha zgjedhjet që kemi bërë. Në të gjitha zgjedhjet që kemi bërë. Dhe unë do doja që të gjithë të derdhen lumë në kutitë e votimit, sepse në 16 maj në Tiranë vinë të gjithë udhëheqësit e Europës. Vinë jo vetëm ata të BE-s, po vinë dhe ata të tjerët që nuk janë në BE, nga Britania Madhe, nga Turqia, të tërë udhëheqësit. Dhe prandaj kur ata të vinë këtu, rezultati duhet të ketë dalë i qartë që shumica dërmuese e shqiptarëve do të hyjë tani në Bashkimin Evropian. Nuk mund të rrim tani t'ju shpjegojmë ne të huajve kush është bufi, çfarë është bufi, si ka mundësi bufi ka hyrë në jetën e njerëzve, nuk mund t'ja shpjegojmë dot këto. Nuk t'ja shpjegojmë dot. Kështu i t'i bijem shumë shkurt te pesa me Partinë Socialiste, me kandidatët tuaj dhe të shkojmë aty ku e kemi misionin. Fati e ka dashur na vi ne në dorë kjo dhe ne nuk mund dot ta hedhim në kënet fatin evropian të shqiptarëve. Shumë faleminderit. Për familje, si Shqipnia s'ka si vend, një me rritje e sipër, lumaj që ka merë e për pushime.